Xhibrili nuk i thot Meriemës që unë jam kryengjëlli i Zotit, jam ai që zakonisht i shfaqin profetëve, unë jam ai që dërgoj librat, unë shkoj vetëm në, po themi, në persona të caktuar, prandaj ta dish shpërnderje që të ka marrë këty. Ai thot jam thjesht i dërguar i Zotit tënd. Pra Zoti yt, o Meriem, që ti ke njohur, ti ke adhuruar, je mbështetur, që se harron edhe në këto momente frike, ky Zot më ka dërguar mua për ty, për të përgëzuar ty. Dhe minjëherë kalon, nuk flet për veten e tij. Xhibrili një prej dërguar. Një prej dërguar. Një prej melekëve. Edhe pse ai ishte krye melekëve. Kjo është shumë interesante, pasi madhështinë e Zotit duhet ta mësojmë nga gjuha e engjëve, nga gjuha e Xhibrilit dhe nga gjuha e profetëve. Prandaj përmenda se në historinë e Meriemës dhe Isait do gjejmë gjithmonë madhështinë e Zotit. Pikrisht për të treguar që o njerëz mos mbeteni, mos u ndalni tek mrekullia, po shkoni përtej mrekullisë, sepse po mahnitet nga mrekullia dhe po nuk bëhet pyetjen kush është ai që e bëri këtë mrekulli, ju do të rrezikoni besimin tuaj, do të mbeteni peng i asaj mrekullie. Edhe vetë Xhibrili këtë etik ka, edhe këtë besim ka. Unë jam një prej dërguarve të Zotit. Kam ardhur për të përgëzuar ty, jo për të dëmtuar, as për të kërcënuar.